Miqtë Infoftes, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe për këtë javë këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision historik në qendër të së cilit është 20 shkurt i vitit 1991, pikërisht data kur në qytetet kryesore të Shqipërisë, saktësisht në Tiranë, në Korçë dhe në Gjirokastër, janë rrëzuar shtatoret e diktatorit Enver Hoxha. Do të qëndrojmë pikërisht tek qyteti i Korçës, kur në këtë datë kjo shtatore ishte bërë për treguar diktatorin në vitet e rinisë së tij, kur militonte në radhë të komunistëve në qytetin e Korçës. Me Korçën ata e lidhnin dy pjesë të jetës së tij, koha e studimeve në vitet 1927-1930 në liceun francez qytetit, si dhe koha kur ai punonte mësues me kontratë i orës së edukatës morale, por edhe të kujdestarit të bibliotekës së këtij liceu në vitet 1937-1939. Dhe për të fokusuar më saktësisht tek këto ngjarje, kam të ftuar në studio protagonistin e ngjarjes së rrëzimit të shtatores Enver Hoxhës në qytetin e Korçës, Iliriano. Faleminderit që të kam në Infoftes, kënaqësi që takohemi në një datë simbolike, si kundër është Vigjilja 20 shkurtit. Mirë mbrëma. Kënaqësia është dhe imja dhe ju falenderoj që mbeten në kujtesën tuaj këtë ngjarje historike. Ne nuk do të harrojmë kur rinin tonë, dhe sa më shumë të kujtojmë historinë, aq më shumë japim vlera edhe ditëve të sotme. Sa vjeç keni qenë kur ka rënë shtatorja Enver Hoxhës? 27 vjet. Në kulmin e moshës. Në fakt, për ta memorizuar këtë datë, ju në faqen tuaj në Facebook keni shkruar 35 vite më parë, 20 shkurt 91, i rrëzuam bustet. Hoqën përmendoret nga qytetet, simbolet e diktaturës, por nuk mundëm do të hiqnim enverizmin shpirtëror nga përftuesit e përhershëm të pushtetit dhe vijon. Kaluan 3 dekada dhe askush nuk ka dhënë llogari për të vrarët pa gjyq të atyre viteve, për vrasjet në kufi, ndjekje dhe arrestimet për një fjalë goje. E filluam demokracinë me dënime kriminalësh për ca finxhan kafeje dhe ja ku jemi sot 35 vjet brenda të njëjtit finxhan. Në fakt, edhe metafor, edhe simbolik e përdorur në statusin tuaj. Kjo është një simbolik që është bërë sot, pas 35 vjetësh, pasi ne nuk mund ta imagjinojmë dot në atë kohë që ta sillte do të i kaq shumë vite dhe ne do ishim përsëri në vend. Mban mend se ti mban mend, student ke qenë. Po, kam qenë student. E duam Shqipërinë si Evropa, thirrje, liri, demokraci e tëra. Po të gjitha këto do të mbeten një utopi. U bë kjo liri, demokraci, po në mënyrën le të themi me pikatore. Me pikatore, po në mënyrë fare amatoreske, do të thënë, jo një demokraci, do të thënë, bura kush mund të përfitojë nga demokracia, një liri, do të thënë, liri o bura fole dhe shprehu pa kufi, do të thënë, një gjë jo me standarde. Liria e tepërt. Po liri që nuk quhet liri, se liri e tepërt thahet liri nga liria së gjendje e keqe, po liri do të thënë e keq interpretuar. E keq interpretuar dhe ndoshta e rimar në kostumet e disa njerëzve që nuk kishin protagonistë atyre ngjarjeve. Kjo ndodhi në gjithë që në krimin e partive, o du kjo edhe mënyra si rodhën ngjarjet pasaj, po të shikonje, sot që kaluan kaq vite, gjithë protagonistat atyre ditëve, asnjëri nuk ka një pozicion, më vonë dolën të gjithë jo kundërrymës, jo siç e ka pasaj politika në Shqipëri. Pozicionet i morën jo protagonistë. Po sigurisht, kështu hyn. Dhe sot nuk është çudi që kur shkruajmë të na shkruajnë neve na thonë komunist, edhe ata që kanë qenë në atë kohë që kishin kundërshtar, ata janë demokratë. Do të thënë, kjo kuptimi i keq i demokracisë. Këtu demokracia kuptohet thjesht në emër partie. Nuk kuptohet fjala demokrat që është që përfaqëson një njeri. Është liria individuale, është mënyra si mendon, mënyra si vepron. Mirë, futemi pak tek atmosfera atyre viteve. Gjithçka ka ardhur spontanisht, ka qenë një miting i Partisë Demokratike, kur është dhënë lajmi i rrëzimit shtatores së Enver Hoxhës në kryeqytet. Shkosia është. Bëjmë pak kronologji. Unë them saktë. Dhe themi sa të vërteta nga protagonisti kryesor për të hedhur poshtë të gjitha ato burime false, do t'i quaj,
të cilat abuzohen në portale, në shtypin shqiptar dhe nuk thonë të vërtetën. Themi vetëm gjërat të vërteta. Pata fatin që 4 muaj më parë, në 90-ën të kemi ikur në Greqi. Edhe am kthyer në fund të 90-s përsëri pa ua për kufit. Ku kisha më mora dhe një lej qëndrimin në Greqi. Dhe si thuash, edhe themelimin e Partisë Demokratike e kam përjetuar në Greqi. Atje kam qenë bile kam folur dhe në Radio Nausa për arsye se kisha kushëririn tim që jeton në Greqi, ka familjen aty në Greqi, ishte gazetar në Radio Nausa. Edhe kam dhënë ato mendimet time dhe e ke parasysh, tash ta ndjekësh në Greqi, krimin e PD-s, domethënë një gjë që ne kishim ngjarjet e dhjetorit. Po ngjarjet e dhjetorit, po këto për mua që kisha ikur, ishin gjëra domethënë që arritëm këtë që se mendonin dot. Dhe ky ishte era e ndryshimeve në Shqipëri. Ky ishte një motiv tjetër, përveç asaj që unë kisha një problem familjar, që u ktheva në fund të dhjetorit, edhe po ishte edhe kjo pjesa e demokracisë. Atëherë fati shënjoi ardhjen tuaj në Korçë për shumë zhvillime, le të themi, jo të drejtë për drejta historike, por që u bët fokus i zhvillimeve historike. Tani 20 shkurti. Tani lidhim drejt me 20 shkurti. Po. E ke parasysh këto ngjarje në qytet studentit, për gjithë studentët thirrje të liri demokracie këto të gjitha. Emrit Universitetit Meroza. Në një ditë kanë qenë të gjitha këto. Po. Dhe rëzimi i statujës. Mora pjesë atje, kam vajtur atje, por kam vajtur si gjithë të tjerët, e ke parasysh domethënë nga ajo qefi për të parë, për të bërë. Të tani dhe me 20 shkurtin. Po. Si filloi 20 shkurti? Si ka nisur? Kam qenë në zyrat e PD-s me shokët e mi, Fredi Olli. Kishte një miting në Mosgaboj? Jo. Të tregoj, mitingu ishte vonë. Kemi qenë para ditë atje. Dhe në ora 10, e mbaj shumë, orën e mbaj shumë të saktë, na thonë që 10:30 nxënësit e shkollës Stavri Themeli, themi Sofri Gërmej të gjimnazit, do në pushimin e shkollës do solidarizohen me studentët, me grevën e studentëve. Edhe unë pak i ri, pak kështu domethënë, edhe u them këtyre do shkoj atje, shkojmë. Jo ne shkojmë tek gjimnazi. Ne nuk vim në gjimnazi, ti shko po duash më thënë këtë. Unë si shkoj. Vajta. E ke parasysh pedagogët në kurin atje në sallën e mësuesve. Jo sallën e mësuesve, jo jashtë. Kështu ishte mbledhur në shesh shkolla dhe pedagogët në shkallë atje në shkallë. Edhe po flisin dy pedagogë për këto. Unë tash i vajta mora altoparlantin. Edhe ju thash to fjalë që të cilat mbetën atë kohë dhe i përmendën shumë. I mban mend? Që po i mbajmë sigurisht. Na kanë bërë pioner të Enverit. Na bën student të Enverit. Na kanë bërë vetëm gratë të Enverit. Këtë ta quajnë. Nëse me pak fjalë mbyllën këtë mitingun, vazhdoi afërsisht 20 minuta, 25 minuta sa që pushimi. Po pas, në momentin që largohem, e ke parasysh si ishte ajo kohë, se tash nuk e imagjinojmë dot. Atje në dera kryesore që dilnje ishte policia. Butrin Troshi, jo, shefi policisë të mëdhenj atje. Mi po unë isha një njerëz që njehesha në Korçë, pak a shumë me minjin. Edhe më thiri lirë, thasje pati ti që e bere këtë. Që e bere tash? Si kemi mirë punët. S'bera në gjë tash. E i ka vazhdova. Në ora 2 ne kishim takimin në Çajupi. Me kë? Me Partinë Demokratike. Gjithmonë. Me Partinë Demokratike për të solidarizuar me grevën e studentëve. Edhe unë vetë të qef tash në PD-ja, në zyrat e këtyre, e thash kështu. Më thot Fredi, pse fole i patorizuar, pse duhet të flisin këto gjëra? Për gjimnazin, gjithmonë. Në gjimnazi, po. Nuk duhet të vish në Çajupi, mos në Çajupi se s'duam të implikojmë të mëdhenj që ishe dërguar nga ne atje, domethënë, këto fjalë. Sigurisht ma dhe s'marrë mirë, po hajde thash, s'ka problem. S'keni hyrë tek takimi që është bërë në kinema? Në teatr. Ta tregoj eksakt si ishte biseda. Në shtëpi, ora 2 fillonte kjo në Çajupi. Në ora 2:04 minuta më ka marrë i mdha në telefon nga Tirana. Komshiun ka pasur Dima Sollavaçi, në kryetarin e Komitet Ekzekutiv. Në telefonin e tij, dhe nga që shtëpinë e tij ka pranë 15 kaçit, dhe shkonte live edhe në busit e Enverozës në Tiranë. Edhe duke ditur dëshirën time e tëra, më thotë liri, po edhin busin këtu në Tiranë. Unë ka i desha me vrap, të vijan Çajupi të pja lajmin atyre. Kam takuar në ushtari panjor, Janis Korovotin, avokatin, Ilia Peleshin,
Ilja Peleqin është rrobaqepës në Korçë, figurat Korçës, edhe Gjergji. Që militonin në Partinë Demokratike në atë kohë, apo thjesht qytetar? Jo, s'kishte lidhje, s'kishte lidhje, po. S'kishte lidhje. Edhe Vaskë Kaçin, të vllanë e Jani Kaçit. I takoj edhe 3 shkejmë, thënë, shpejt i thash, po edhim bustin e Enverit në Korçë. Në Tiranë, më mori beti për vllanë, i thash, edhe të vendu themi atje në Pëdaja. Në Pëdaja. Po i thash, unë syt do të atje, sa më tha më syt, do ri jashtë, do t'japi të shkrojtër, i thash Vaskës. Do t'i lutem regjis, pa ndërprer fjalën tuaj, të më verë edhe momente nga rëzimi i shtatores Enver Hoxhës në Tiranë. Në Tiranë. Po, ndërkohë në fokusimit e ngjarjet, po. Shkruaj një eksakt, po s'unë e mbaj më shumë mirë. I shkruaj Ilir Manushit. Manushit kam pas shok, kam pas mike dhe mdha ka pasur në klasë. I shkruaj tekstualisht. Manush, sa po mori Berti nga Tirana, në Tiranë po idhet busti i Enverit. Po ne, pikpyetje. Po ne, pikpyetje. Ka që i kam shkruar. Dhe ja Vaskë Kaçit, dhe atje e ke parasysh para llozave kurim në Çajupi. E ja i Vaskë Kaçit, vetë Vaskë Kaçit, ja i Manushit. Letrën. Lexon letrën Manushit. Dhe nuk e dinin ata që ishte rëzuar. S'kishte telefona, lajme nuk përhapej. Ndërpjet takimi dhe merr fjalën. Dhe televizioni publik e ka dhënë lajmet orës 16 të transmetim. Jo, kjo ishte në ora 2 nga Alfons Gurashi, po. Dhe Manushi merr mikrofonin dhe thot një lajm shumë i mirë nga Tirana, thot. Sapo mjoftohen që idhet busti i Enver Hoxhës, po idhet busti i Enver Hoxhës në Tiranë. E ke parasysh në momenti që vëllë ky dha, filluan të thërë ovacionet edhe s'kish më kuptim mbledhja takimi. E kupton? Filluan u ngritën gjithë, unë yra brenda. Lajm si ishe ti? Yra brenda atje, takova Ilir Manushin, ishte Genc Ruli dhe Recep Puka. Ndërkohë në kisha bërë një shkrim që demokracia në Korçë vjen kur ushtari pa njohur të zërë vendin e vet. Se ishte kjo se largua shtatore ushtarit pa njohur që u vë Enver Hoxha dhe kjo ushtari pa njohur u vë në banda. Ka lëvizur disa herë ushtari pa njohur dhe pozicioni i fundit ishte pozicioni i fundit largua nga Enver Hoxha. Pikërisht nga Enver Hoxha. Dhe kthej kisha bërë ja dhash edhe Gensurit. Thash Manushi, si të bëjmë? Si do bëjmë? Ne kemi urdhër, tha, që do të rrim të shkëputur. Ore, si do bëjmë tash? Ne do ta heqim, i thash këtë. Ilir ka qenë e piketuar në kokën tuaj pikërisht ky moment i rënjes bustit në Korçë, shtatores në Korçë. Shiko, ne kishim, po nuk që asin gjë planifikuar. Po pra po, nuk gjeti planifikuar aq më tepër edhe nuk gjeti përkrahje nga Partia Demokratike. Po, jo, nuk gjeti, ata kishin udhëzime si funksionon partia, e ke parasysh. Që mos implikoni do më që organizoni juve këto gjëra. Edhe këtë më ka thënë Manushi atje. Ilir tha, ne s'kemi asnjë gjë, s'do të pozicionojmë asnjë gjë, bëni si doni. Atëherë, mbledhja lihet përgjys në Po. Dalin jashtë, para Çajupit, gjithë thërisë Liri Demokraci. Unë ati përsërit pa shokët tim, dola, thash, jo këtu i thash pa e të ventajsh. Dhe drejtojni për në qendër. Për në qendër, ku në qendër para shtatores, na prisin forcat e policisë. Besoj ato urdhër kishin marrë, besoj që ishte rëzuar shtatoria në Tiranë. Do vini këtu dhe sa që do vini. Dhe ne aktualisht vajtëm atje, unë isha në krye, bile unë esja me kurisë dhe i bëjnë të turmës të njerëzve. Ju prije njerëzve. E shumë shok. I pa organizuar, ishte për të modesti se theme këtë që. Këtë po them. Vajtëm atje, na penguar, na daluan atje. Më ka ardhur Rajta Sevari. Ishte, nuk që ka një pozicion në policia për një, me gjithë ndjes pas Benizi Lyftarin. Edhe Beni kësha mikë. E më thotë, Ilir thotë, mera e mirë altoparlantin, ty të t'igjoj njerëzit dhe thua të largohen se nësë bëjmë përgjësi për asë një gjë, po të ndodhë në një gjë, këto nuk bëjmë shumë me këtë punë. Për kundër ti nuk këtë gjove ata? Mua më dhe japin altoparlantin, dalë në kryet therve, dhe unë ju them, do të eqim apo jo? Po. Pra ti bërë të kundër të në asaj që kërkoj policia, autoritetet unë isha përballë të gjithë, Po, e kuptoj. Që thërisni kështu, edhe unë këtë thirrje bëre. Do të heqim apo jo? Edhe mora këtë evra. Po. Atë jam goditur. Nga forcat policore me shkop, dhe ata bën një filluan policia me shkop, mbrojtje. Ndërkohë pasaj ne ishim shumë që të qyteti atje. U bë kjo
gjithën kavo, këto unë i bajmë në tika shaka, ishte ky një djalë i shtëpisë fëmijës domun që bëri këto. Nëse tash si bajmë me emra, thavan se unë si çato më sumora me këto, me kavot e me këto me të tërhequrat. Atje isha në atë vend, isha bile sa rabusti ma më gjithën lartë atje. Në atë atje. Ka një moment, unë e kam dëgjuar edhe nga bashkëshortja juaj, Daniela Jano, e cila ju ka parë edhe ju ka dalluar në... E po dallosh se isha i veshur me rroba të jashtme, e këto kështu do më të rejtë ishin rroba që ju këshin pritur nga Greqia, po jo për Greqia dhe në atë kohë. Nëse, me pak fjalë, vazhdoj të roqëm shtatore në Enverit në për Korçë. Urzohet kollaj shtatorja? Shiko, si do thua urzohet kollaj? Urzua me të tërhequr, me... Ta që unë s'jam se besa këto do të si rëzojë kollaj, po nuk rëzojë kollaj. Por gjithsesi urzua? Urzua. Kryesorja është që unë baj mend të kohë, Genci Kadidin. Ngegën e marmend që këngëtar, ishte Renatave në Korçë. Çfarë? Ai mori iku direkt në xhamat e Mapës, me 5 ditë të tjerë, për të ruajtur xhamat që mos hyrin xhamat. Tëra, nuk do të bëj thyerje. Do shëtisim statuin e vandalizëm, e kuptoj. Pa vandalizëm. Dhe kështu është tërhequr zvarr. E di pse ti bëj këto pyetje, se nuk ka filmime për rënien e shtatores së Enver Hoxhës. Ka policia. Ka policia, por du t'i kërkosh t'i gjesh, se ne i pam atje janë të arshivuar në ishin në komitet i partisë Rrapa dhe që i filmonin t'i gjitha, po. I filmonin apo të Ministrisë së Punëve të Brendshme? Nuk e di, po janë filmuar atë gjitha ato. Se mua më kanë thënë këta. Është vetëm një gjë që ka mbetur në mister. Unë gjatë gjithë këtyre viteve që është revokuar 20 shkurti, nuk kam mundur do të kontaktoj me filmime. Jam interesuar sepse kur bë falja jonë, edhe natyrisht që ke qenë të shikosh ato momente, edhe këta të policisë marrën të gjithë që po. Keni bërë përpjekje personale? Po, edhe më thanë të bësh kërkesa, ti marrësh këto burokratizma dhe këtilla do më që nuk është burokraci, mund ta bëni një gjë të tillë. Unë bëra edhe një kërkesë dhe si mora dot, nuk i mora dot. Nuk i mora dot, më ardhi kjo vetëm me kujtova pikal, këto do të thënë pjesë nga gjyqi, nga këto, nuk i kam marrë. Me pak fjalë, kështu i ku mbrëmja, e kemi shëtitur në Korçë, për Korçë. Është tërhequr me makinë? Jo, me këmbë. E kanë tërhequr me zvarr të njerëzit, e kanë tërhequr të njerëzit. Por kemi mbajtur në qendër, u larguam të gjithë në Shpira, nuk ka pasur reprezalia të ditë, absolutisht, as të nesme, mos ka bëj, se mbaj më datën eksakt, po çfarë ditë ka qenë ai martë e mërkur, diçka e tillë ka qenë, 20 shkurti, di që Policia dhe Sigurimi i Shtetit asgjë deri të premte. Deri të premte nxorën këta një urdhër edhe në televizor për të dënuar të gjithë ata që kanë marrë pjesë në quajtjen e rrezimin e monumenteve, quajtjen e krimeve, quajtjen kështu po. Korçë dhe Gjirokastër. Edhe prisim diçka të këtij që do fillon arrestimet. Unë falenderoj. E mendoje që do të vinin trokisë tek dera do vinin patjetër. Po do vinin patjetër kjo se unë mbata fjalimin. Domethënë isha po pra ishit njeriu i shenjuar që nga le të themi gjimnazi, para vite, më pas tek teatri, ishin të gjithë dhe deri tek shtatorja. Atje ishte gjithë Korça, e ke parasysh. Mirë, po ndryshimi nga të tjerë ishte se mua më dhan fjalën, e mbata fjalimin, u kthyeet në organizatorin e gjërave. Ishte edhe pjesa që dërgova Vaskakacin aty me fletën që i thash Manushit këto. E kuptoj që keni shumë emocione edhe kur emocionet janë se unë i përjetoj. Kur ne përjetoj. Nëse po kalojmë tash në kjo në puna e këtyre kur filloi kjo ndjekja dhe arrestimet. Për ndjekja dhe arrestimet. Unë kam pasur 2 miq që punonin drejt në punët brendshme në Korçë. Pra duhet të thënë që më në fund vjen pas 2 apo 3 ditësh policia dhe Sigurimi i Shtetit trokasin derën tuaj. Ja ta tregoj, tamam. Do ta themi pas publicitetit. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj. Ju kujtoj se jeni duke ndjekur Info Ftes këtu në televizionin Sot 7. Me mua vjen të jetë i ftuar në studio Ilir Jano, protagonist i ngjarjeve të 20 shkurtit vitit 1991, të cilat çuan në rrëzimin e shtatores së Enver Hoxhës në qytetin e Korçës. Kemi mbetur tek momenti i ardhjes së forcave të policisë, Sigurimit të Shtetit, pra trokitjet në derën e shtëpisë. Ju ishit ditën e premte në shtëpi? Ditën e premte
ka takuar dy shokë që punonin në degën e Fojës të Brendshme. Ta që po i them edhe emra, se është në një që djemë. Po tjetër i themi. Njeri ishte Petit Lamja, i biri Qemalames, kryetari i Udhëheqësisë Përgjithshme. Ai punonte në degën e Fojës të Brendshme në Korçë, për ke parasysh një djalë nga Tirana, liberal, rritë me ne shoqëroheshe. Edhe më takon e vjen me lajmëron. I lirë tha nesër fillon arrestimet dhe ti kemi një pari në listë. Mundo të ikësh. Ikët nga shtëpia? E ke parasysh, mundo të ikë. Ku shkoj? Shkurt. Dimër, ftohtë. Dimër, ku të vete. Të më thë që e pa parashikuar. Ku të gjenë në njeri. Edhe mendonja këta që binin shumë në syrë në edhe e busit. Edhe koncidon vete në turizmi, takoj Beni Fezgën. Një protagonist edhe Beni Fezga. E të rez, Beni thash, me lajmëruan që nëse do në arrestimet. Çfarë do bëjmë në një gjë, thash ati ikim. Edhe pasaj në Greqi s'ka problem se unë jam me karta, kam njerëzit time dhe. O, thash çfarë do bëj, thash si tër populli, thash çfarë do pësojmë neve ta. Po ku e di unë, thash unë e kam emrin, thash. Jo, nuk vi. Mbeta, ku të vinja? Ku të vinja? Ikët nga shtëpia. Jo, ka ndaj një deri në 5 mëngjesit në shtëpi. Se mendova arrestimet do fillojnë në mëngjes, siç më tha. Njeriu i besuar i sistemit. Ku të vinja tash në mëngjes? Fat kam njëjtur një djalë korçar, Genci Postoli. Tash ai nuk e thon me. Kur erdha nga Greqia, i solla disa gjëra nga Greqia atje, nga njerëz të tjerë në Salonik, edhe krijova dhe miqësi. Ai jetonte vetë në shtëpi. U strehua tek shtëpia. I ka vajtur në 6 mëngjesit në shtëpi, Gencit. U çudit, pse ke erdhur? I thash kështu, i thash, mendoj që mund të fillojnë arrestimet, i thash. Edhe unë kam emrin për të arrestuar. Kam një nxitje, po, për të arrestuar, i thash edhe të ri të mendojmë të vrasim mendjen si mund t'ik, që t'ik në Greqi, i thash. Pa problem fare, më thot Genci, hajde mos ki merak, hajde në shtëpi. Me pak fjalë, u qetësova atje. U qetësova në Genci. Ndërkohë, Genci doli jashtë dhe fillovi informacionet. Fillon arrestimet, po i rajnë, po i torturojnë, po i bëjnë. Ndërkohë në shtëpinë tende kanë vajtur 2 herë, më tha, plus këteja, do më thënë, ka njerëz edhe poshtë në rruga dhe lartë. Me pak fjalë kishin vajtur dhe në bile kishin arritur deri atje sa kishin kërkuar dhe në Daniela, në shtëpinë e saj që unë sa kisha s'qepa shortja ime në atë kohë. Ju nuk ishit martuar ende. Edhe do më thënë filloj kuptova që ishte shumë e rëndë gjendja. Shumë e rëndë gjendje dhe duhet ikja sa më parë. Pastaj nga shtëpia e këtij shokut ju jeni larguar direkt edhe në mal? Nga shtëpia e këtij shoku jam larguar rreth orës 2, pasi ai erdhi shumë i tronditur. Siç duket kjo trysnia jashtë, kjo propaganda nëpër televizoret që kush i strehon do dënohet me burr, kush i bën. E pas shumë të ngarkuar gjendjen, i thash të ngryset ora atëherë në ora 4. Dhe unë do ike. Në ora 4 të ngryset të thik gjendja më tjetër, i thash. Imagjino si isha, kam dalë në ora 4. Ku të vinja? I maskuar jo? Jo. Me kapuç. Ku të vete, u am njënin gjithë, ku të vinja, s'dija ku të vinja. Pastaj mendova këtë gjë. Të paktën të më arrestojnë, po mos më rajnë, mos më torturojnë, e kupton? Ti jem sa më afër asaj. Gjysmë e skeqjes prapë se mund të të zhduknin. Dhe ai sistemi nuk të kursen. Jam ulur në guri ka shidekës për të brendshme. Jam ulur në guri aty që po të më gjerin të më arrestonin. Dhe ndërkohë shikojnë ata që kalonin. Dëgjojnë kur flisin, e do vjen filanit, bam kemi arrestuar filanin, kemi për to. Iliriano ishte përballë tyre. Po sigurisht, unë por një aty. Pastaj ke parasysh ajo ftohti atje, u ftova në guri pa ke këto, thash, pse mos vetë shikoj gjëra të tjera. Edhe me vetë mendja në Taqo Babuci, për të vajtur. Taqo Babuci është Plato Bobuqi, për ta keni parë për to filma. Mi po është një personazh që neve të rinjtë, do me thënë ata sa kohë, ne kishim idhull, e kishim mik, na po të ski kembe Taqo. Jo, mirë priti në shtëpi? Po, i vetë Taqos. Ka ardhur e vlat, kështu thrisë. Po i thash Taqo kështu, po më ndjekin, dua të ri, thash. O, do tha mos ke merak. Mirë, po një dhomë kishte i shkreti, kushtet... Dhe zdonit a vinit edhe në siklet? Si punë e sikletit, po... E pas që s'mund të rinja dot. Nuk mund të rinja dot. I ka thash, ora ndërkohë, i ke parasysh si kalonin ora, kishte vajtur ora 10:30 natës. Mbrëmjes.
Edhe mendova diku pak më lartë tek shtëpi motra ime. Thash do kërcej nga avllia. Do futa. Edhe shtëpinë e një atë motrës. Do vete si theshim në sobalka këto paradhoma që kishin këto në shtëpi private, do fshihem atje deri në mëngjes të vete në gjumë. Fat, para derës motrës time, takoj Marko Shtikën, një profesor fizkulture në Korçë. Edhe ju thotë që ka kontrolluar shtëpinë e motrës. Kishte bërë bujë lajmi pajme për mua, thot, i lirë, thot, po të kërkojnë, thot, çfarë bën ku vete? I thash, kështu, i thash, dua të vete dikuj, i thash, të shqip, po të kërkojnë, mos shkoni njerëzit tanë. Unë s'kam vend, tha mua, po më gjithë që do të menja në shtëpi. Edhe më kujton një kushërinë tim që ishte profesor, djes pas se ndroi jetë para 3 ditësh Lefteri. Shkoni atje? Lefteriano, edhe më tha, po shkon Lefteri, tha, kushëri pari babait, ku ti vete mendja, tha, ti shtëpinë, tha, në Moska, i shtëpinë në Shëndërjalla, ku ti vete mendja, i të vjen vetë. Me këto mendja, vetë atje unë, më priti kushuriri, ne kam dhe 3 ditë atje. Edhe pasaj filluan gjari këto strejimet, këto... Kur ikët në Greqi? Në Greqi kam ikur pas 1 muaj e gjysmë. Keni ndendur... Kam njëri fshehur. I fshehur 1 muaj e gjysmë. Kam pritur si do vinte rjedha pas zgjedhjeve, se mos harroj që zgjedhjet 31 marsi do bën. Si do të merrte... Fitoj PD-ja, nuk fitoj PD-ja. Pasaj ndodhen ngjarjet e 2 prillit. Shkodër. Do të shumë gjëra që nuk të mbushtin me shpresë që do ndryshonte gjithçka në Shqipëri, e kupton? Që sistemi dhe pastaj të fundit fare kam parë në 9 prill. Kur pash në televizionin shqiptar që përkujtoi Enver Hoxha, vdekja e Enver Hoxhës atje, thash s'ka ndryshim ky vend. S'ka me ky vend. Dhe ju keni ikur në Greqi? Kam ikur në Greqi më kanë zjerë Nesi Dimitri, një oficer. Gjatë kohës që keni qenë në qytetin e Korçës, komunikonit me familjarët? Kështu kur kam filluar komunikim me familjarët, kam pas 1 javë, domethënë kur u zbut gjendja, që edhe prapë më vjen në shtëpi, do të fjalë të vjen në shtëpi. Po dilja me ndonjë shok, po dilja me bastun. Me bastun, me një palto të gjatë të madhe, me plaku, me një kapele. Po, kështu kam dalë, po kështu më thrisin të tërë, ilegali më thrisin të shokët. Dinja në këtë mënyrë që mos, dhe jam këmbyrë me policës, më ka njohur asnjëri. Në këtë mënyrë dina vetëm. Që takonja, bile... Se dinja këtë detaj. Bile në 7 prill, duket, po ta paqesa mbaj më të mirë, kanë qenë Pashkët, dhe i kam vajtur Ilir Manushin, e kam takuar në Kisha në Shëndëllia, në Provitilja larg në Shëndëllia. Dhe i vata që prapa atje, edhe i s'me njojti, jam Iliriano, e thash. O, ku jep, tha, ikë koma mos ishtu me mua, tha, se më ruajnë, tha, më shikoj, tha, do t'i njoj. E kam fjallën, si e takoj. Edhe kështu, ishte ikja pasaj. Dërkoj që ka pasur një vendim gjykate, unë e kam këtu në fakt, duke u provuar kjo ngjarje, gjykata e Korçës ka konkluduar mbi ndalimi, grumbullimi, manifestimin e shtetasve në vendet publike. Konkretisht, nenet 56 të saj përjedhoj duhet të dënohen në bazë dekretit nr. 7408. Ai vendimi. Ky është vendimi i shtetit shqiptar të asaj kohe të diktaturës datë 31/7/1990. Mëtej të pandehurit duke u bashkuar me thirrjen për heqjen e përmendores udhëheqësit Hoxha, si dhe fyrje që poshtëronin personalitetin e kësaj figure, udhëheqësi i luftës nacionale çrimtare dhe themeluesi i shtetit të ri shqiptar, si dhe duke shoqëruar këtë ngjarje me akte dhune ndaj personave, autoriteteve të rendit për mbrojtjen e ligjeve, me prekje të rënd të rendit publik nga këta të pandehur, që i dhanë zemër elementit huligan në qytet të veprojnë direkt me përmendoren për heqjen e saj. Këta të pandehur gjykohen dhe kanë shkelur pika 3 e 4 të dekretit për mbrojtjen e monumenteve nr. 7459 datë 21/1/1991. Veprimet që çuan në rrezimin e monumentit të Enver Hoxhës, gjykata i cilëson me rrezikshmëri të madhe shoqërore dhe ngjallje të urrëties tek masat e popullit. Gjykata e Rrethit të Korçës, me vendimin nr. 66 datë 2/3/1991, ka deklaruar fajtor dhe ka dënuar Spiro Janaqi Urgaqin, Alfred Jani Shulin, Vizhdan Hasan Kolacin, Spiro Robert Beçin, Arben Gëzim Fezgën, me disa vite dënime. Pra, shteti, si thuash, fillonte hakmarrjen e tij. Filloi arrestimet, ndërkohë gjyqi ishte nisi arrestimet. Po. Kundrejt Ilirianës dhe bashkëpunëtorëve të tij ishte gjyqi. Të grupit tuaj pra. Po. Dhe mua quhesha i ratisur, gjithë ditën ku isha ratisur.
E qenëra ime në Greqi para idhjes së busit, pari që dhe në policia mos dyshonte me, dhe të më quani të ratisur. Në më thënë, pavarësisht se unë ika një muaj më vonë, një muaj gjysmë më vonë. E mendoni se ç'mund të kishte ndodhur nëse t'ju kishin arrestuar? Do t'ju nxjerrë një gjyq. Dgjoj, unë nuk diskutonja burgun, se në fundit ne bëjmë diçka që si të tërë dhe unë do dënohesha, kupton? Do dënohesha. Por kjo torturat që ishin bërë dhe tash unë s'dua të përmend emra policës apo emra shefës policie që diskutonin kudo që ta gjejmë Lirianu ta treqim zvarr me Izaura, se makinës së policisë i thonin Izaura në atë kohë. Ta treqim zvarr, ta bëjmë e kupton edhe këto të ngjallnin, kjo të jetë më shumë frikë, kupton? Se në fundit do t'ju bëj një pyetje të sinqertë, si ka ndryshuar jeta juaj pas 20 shkurtit? 20 shkurti për mua i vitit 1990. Sot duket një gjë e largët, një gjë që po të pyesësh brezërisë kanë iden fare të këtyre gjërave. Bile dhe brezi vjetër, brezi hyrë sot thonë që më çfarë u bëta? Ishte një bus që kishin liruar vidhat e kështu e këto nuk do qellonin, do bënin. E ke parasysh kur këta që mbetën në Korçë, 2 javë pas jodhëm në busin e Verit, sollën një bus pelçie, dhe e bunë në mes të Korçës, edhe nuk doli asnjë trim nga këta, që të kthejnë ta hiqin ata bënin. Ndërkohë, një muaj më vonë, u përshkaktuan 4 veta në Shkodër. Okej. Në rregull, me që jemi te ky moment, mund të themi ndonjë gjë që mund të thuhet ose që nuk është thënë nga momenti i rrëzimit, ndonjë detaj ekskluziv. Po detaj që u bie ndërmend. Po thuaj se paka shumë i thamë dhe ishte kjo kronologji. Shiko, për mua nuk ka merita individuale. Atje ishte tërkorça. Thjesht për të ditur një detaj të panjohur. E kam thënë edhe sot, e kam thënë gjithmonë që me suksesi i këtyre protestave është sepse nuk i ngritja si forcë politike. Unë ngrit vetë qytetaria më. Unë ngrit vetë qytetaria. Ti shiko akumulim. Ti shiko listat e të arrestuarve. Listat që kërkoj policia. Policia është dëshmitare kryesore në çdo drejtim. Ka ndonjë funksionar pedest arrestuar. Ka ndonjë që kërkohesh ndonjë. Jo. Pse ndodhi kështu? Askush nuk qenë krye. Ne ishin të tërë, ma nuk ka thot njeri isha në krye. Edhe mua më deshte fati që më nxorën edhe përpara që mbata fjalimin. E kupton? Ishte tërkorça, po Mendoni lirë se kjo sakrificë që keni bërë është vlerësuar sa duhet këto vite? Ne nuk e bëjmë për të vlerësuar, absolutisht. Ase menduam ndonjëherë të vlerësoheshim. Ne e bëjmë se kështu e ndjenim. Kishim ne ndjenim atë gjë dhe e bëjmë me kënaqësi më të madhe. Por sigurisht që kur shikon mënyra si u deformuan gjitha gjërat, kur shikon që u katapultuan njerëz që s'kishin asgjë merita, bile i dhanë edhe martir demokracie dhe gjëra, sigurisht që nuk ndihesh mirë, pas edhe mënyra si rodhi demokracia, me gjyqet e MV, këtyre Nexhmies e këtyre tjerëve, pra keni mbetur brenda finxhanit me dënime filxhani kafeje, këto të pronarve, tokat nuk shkuan kur tek kurke i Zotit ke tëra. Domethënë filloi defromim në çdo drejtim i demokracisë. Defromim. Le që filluan shumë shpejt, po pa kaluar një vit filloi armiqt. Nxjerr dalë armiqve që nga mos i përmend emrat. Derisa arritëm deri në Azemadari, apo jo? Së shumë. Është vërtet shumë. Të gjithë, me radhë, domethënë, ato që ne diskutonin për Everoxhën që i nxori të gjithë armiq, kështu vazhdoi. Një dirigjim i mirë menduar në fakt nga Ramiz Alia dhe Nexhmia Hoxha, edhe pse vitet kanë kaluar. Ne atëherë nuk e besonim, po është Katovica. Kjo ndodhi në Shqipëri. Katovicës së Gorbaçovit. Fatkeqësisht, domethënë ishte si thua, luajti me rinin tonë, e kupton? Luajti me rinin tonë. Sepse vërtet neve s'ndodhi gjë, po nëse nuk u vran ne, u vran shumë të tjerë. Ke dëgjuar ti të dënuar të viteve 90, kanë ata që u vran në kufin në vitet 90. Sa vet janë vrarë? Pafund edhe nuk dihen që kanë përfunduar në malin me gropa. Po jo në malin me gropa, më them në kufi. Në kufi më të dënuar në kufi më shokëtanë. Po, sa vet janë vrarë? Ke dëgjuar ti më të bëjnë gjyqe të rivlerësojnë këta më?
Para ti surit më. Ti të rivlerësojmë, ti rivlerësojmë për daja e para, që supozojmë që mbrojmë të frymë këtë gjë. Mi po si do ti rivlerësojë? Të mbetën në një. Dua një përgjigje të sinqertë. Nëse koha do të kthehej pas, a do ta ribënit edhe një herë këtë veprim? Ndjen pendes, ndjen zhgënjim. Nuk besoj që ta bëja. Nuk besoj që ta bëja dhe ishte një pa ele momentit. Pa urdhër. Janë dhe ishte pa urdhër. Më kujtohet shumë kujtohet vdekja e Enver Hoxhës. Vdekja e Enver Hoxhës, ai moment kur ardhi babai ishte komunist. Në atë kohë. Ju ishte familje komuniste. Komunist, me që të studioj fëmijë, domethënë jo komunist shumë me këto. Edhe i njoftuan që të vinë kodet partisë për vdekjen e Enver Hoxhës, do jepesh lajmin atje, vjen mua më zgjon nga gjumi aman, se mos dalësh jashtë aman të keqin me të frikën e kupton. Po, se si edhe mund. Pa ikur ajo takoj shokët në agime, them kështu, ka fikur Enver Hoxha në tërqif, edhe kemi vajtur kashi Çajupit, kashi kësaj kushk Pallat Kulturës, që sot është bashkia në Korçë. Edhe rinë më atje në Altoparlam dëgjoni kur të jepsh lajmin për vdekjen e Enver Hoxhës. Edhe kam qenë me Stefi Zikon, futbollist Skënderbeut, është në Greqi sot, Pavli Naco, shoku tim në gusht. Po dëgjoni të lajmin e vdekjes. E dëgjoni lajmin. Sikur s'dinim gjashtë do jepesh, edhe vetja bënim kam thënë brenda të gëzuar. Brenda të gëzuar këto se mendonim çfarë do domethënë kupton sikur kishte fjalë. Pra do të vinte ndryshim. Do ndryshonte, do bëhej, që në fakt ndryshoi asgjë. Ishte një rrugë që ndishin të njësoj. Kjo ngjarje që ju i paraprit sigurisht duke udhëhequr turmën deri në rrëzimin e statujës, a ndikoi në vlerësimin e unitetit tuaj dhe shoqërisë që ju rrethonte në atë kohë? Sepse thatë që shumë njerëz dhe ju mbështetën, por edhe në një moment jo, respekti ishte, mbështetën nuk është. Ndoshta dhe u tërhoqën. Nuk është puna që nuk mbështetëm, por unë ika në Greqi, jetova andej, sigurisht u ktheva pas kur bë falja në dorë, u ktheva, kam marrë pjesë, kam qenë shumë aktiv në zgjedhjet e 22 marsit. Dhe në fitoren e 22 marsit. Po thoni që u kthyet, besuat tek falja e momentit? Kur ishim andej? Po, kur ishit andej? Jo, në momentin se mund të ishte vërtet. Jo, pas 6 muaj po kur bë falja po, pas 6 muaj. E besuat? E besuan. Sepse kishin evoluar gjërat. Kishin evoluar, ndërkohë apo kufit kishin kaluar njerëz edhe në Greqi edhe kishte rënë çdo gjë. Tempi hakmarrjes së diktaturës. Koha e tregoi që 22 mars u bën zgjedhjet dhe ishin zgjedhjet fituara më pastër nga Partia Demokratike. Po edhe sot e kësaj dite kur thonë që vjen zgjedhjet e bëjnë këto gjëra, them i mban mend se kanë qenë zgjedhjet në atë kohë. Unë mbaj mend kam qenë në Basha Themistokli. Kam qenë kryetar komisionit në një IPD-s sigurisht. Kam qenë atje në kjo qendra e zgjedhjeve. Mbaroi votimi, unë mbyll kutia, ishim 6 veta në komision atje, i japëm fletë e votimit, unë numëruan atje, i firmosëm tërë, kaq PD, kaq PS, kaq kusheke për zgjedhjet 22 marsit. Po, 22 marsit, e dham njoftimi direkt atje, vum firmat i gjithë, dhe ka dalë për 3 orë, ka dalë rezultati i zgjedhjeve. Llafosën në 22, 22 marsit dhe 2. Po sot që ka këto kamera, këto gjëra, që mund të kontrollosh gjithçka e të bësh gjithçka. Pse varet ka shumë këtë dhënie rezultateve? Ore kam qenë dëshmitar vet. Kam vajtur, domethënë në orën 11:30 kam qenë në zyra e Manushit, ka qenë dhe Todor Kekë. Kemi qenë 3 zyra e Manushit. Kur u dha kjo që pa gëzonin pa bënin. Imagjino domethënë sot do të rish 1 muaj, do të rish kaq marrësh informacionin përfundimtar të zgjedhjeve. Se kuptoj këtë mënyrë të këtij domethënë këtë. Ore është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Prandaj janë trata njerëz me firmën secili, ju numëron, jep numrin, mbaroj. Pastaj verifikoj si duash ato, bëj si duash, verifikoj. E ke ka firmosur një shyta për këtë, dinje futem burr, ka firmosur që janë futem burr, s'ka. Kthehemi tek 20 shkurtë. Një simbolik që në fund të fundit rrezon një regjim. Me ose le të themi nisjen, inaugurimin fryma. Do të ketë frymë, po s'pati frymë asgjë s'bëhet. Asgjë nuk ndodh. A ishte frymë.
Ha ndodhi, nuk u dirigjua. Ore, unë nuk i thash njeriu hajde, s'më tha njeri hajde. Nuk ritëm të shokët. Të gjithë u bashkuat. Po të gjithë ishte vetë, nuk ishte që sa thonë jo, ne në krye jo komunistja, demokrati, ishte fryma. Çdo gjë u bë pa qenë tre veta bashkë. Për 20 shkurtin janë bërë filma. Kemi Vdekja e Kalit, sigurisht një dimension. Vdekja e Kalit është më reale nga gjitha. Shumë real dhe i besueshëm. Por ndërkohë shumë njerëz kanë memorizuar kujtimet e tyre në libra, në gazeta, revista, ndonjëherë nuk thuhet e vërteta. Çfarë ndjen ti si protagonisti këtyre ngjarjeve, kur nuk thuhet e vërteta, kur abuzohet me këtë datë, po jo, përgjithë do ta marr pas publicitetit. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Info Ftesë, zonja dhe zotërinj, gjithmonë me mua Vion të jeti ftuar në studio Iliriano, protagonist i ngjarjeve të 20 shkurtit në qytetin e Korçës që definuan me rrëzimin e shtatores Enver Hoxhës në 20 shkurt të vitit 1991. Si ndiheni kur njerëzit nuk thonë të vërtetën në kujtimet e tyre, në botimet e tyre? Po si ndihesh? Si mund të ndihesh kur ti e ke jetuar atë? Edhe lexon një titër për titër. Kur nuk thuhet e vërteta. Dhe kjo më vjen keq se në Shqipëri asnjë nuk është e vërteta. Po është më mirë ta thuash të vërtetën siç ka qenë, sesa të gënjesh. Se kur e vërteta thuhet tamam siç ka qenë, edhe brezi i ri kur e mëson tamam atë që është. Po ja the gënjesh, se më keni dalë tek një pyetje. Po ja the gënjesh, gjithmonë do të thënë të gjë interpretime të ndryshme. Çfarë do thoni të rinjve sot? Atyre që nuk e kanë përjetuar atë periudhë. Atyre që nuk kanë përjetuar atë periudhë, ju them të mos kenë frikë nga asgjë. Të jetojnë të lirë. Të mos mendojnë që partia ose një tjetër mund të mendojë më shumë se që mund të mendoj mësuesi, familja, që ati fillon tër baza. Në shkolla, në formimin, familja. Pastaj të tjerat nuk them që mos angazhohen me partire, të angazhohen, të vrasin frikën. Kanë ideale, njeri, prandaj është demokracia. Njeri mendon ndryshe, tjetri mendon ndryshe. Kjo është dhe forca. Por, mos presin asgjë t'ju vi nga qielli. Duhet jenë vetë. Të luftojnë vetë. Patjetër të luftojnë vetë. Sepse po e le veten tënde në dorët e tjerëve, gjithmonë do jesh i përdorshëm. Asnjëherë nuk do jesh faktor, në asnjë vend, as i drejtim. E kuptoj. Mirë, dua ta mbyll këtu kapitullin e 20 shkurtit protagonizmit tuaj në rrëzimin e shtatores Enver Hoxhës në Korçë, dhe do të ndalem edhe në një moment tjetër që dua ta prek. Ka ndonjë gjë që do të shtosh për 20 shkurtin 1991 në qytetin e Korçës? Ma bëre prapë të pyetje, për çfarë të shtoj? Të shtoj një moment për shembull. Po. Një moment që është motra ime, kur mua më kërkonin, policia e ke parasysh, dhe nuk e dini që isha fshehur. Po nuk e dini që isha fshehur. Dhe që nuk ju kishte kapur. Dhe nuk e dinin që isha fshehur dhe mendonin që siç u torturuan të tjerë do më kenë kapur dhe mua. Dhe koncidoj që një nxënës e saj ishte vajza e një funksionarit policisë, të lartë policisë. Duke qenë mësuese. Dhe i ka dhënë informacion, besoj që nuk ju kanë kapur. Duke qenë mësuese kujdestare, edhe i vete në shtëpi që ta pyes atë të merrte një informacion që special. Është gjallë, s'është gjallë, ky i lirë, çu bëhet. Vete takoni, thot ai, pse ti je motra e Ilirianës? Ne jemi betuar që kudo që ta shkojmë Ilirianë të tërheqim zvarr. E këto janë paradokset e kohës. Po imagjino, mund t'i thuash një motre kështu për vllajin. Për vllajin, po është e dhimbshme. Faj që për ty me ke parasysh domethënë këto gjëra, unë i mora vesh më vonë kur isha ratisur dhe koincidoj ditën kur është përfalja që ne u kthyem nga Greqia, e kam takuar në Togan. Këtë funksionar që do t'ju kapte, t'ju tërhiqte zvarr. I thash, si u bë që do më tërhiqë zvarr? Jo, i lirë tha. Ja thash motrës tënde Kastile, që ajo të ta theshte ty që ta kuptonje, sa të vështirë e kishe për t'ikur. Do të thënë mënyra e manipulimit, si u interpretua. Gjithsesi njerëzit do të gjejnë si u interpretua, sigurisht, ja falja e ke parasysh, duke eventuar. Falja është në fakt mënyra më... Po, ne jemi të ndërgjegjshëm, e dinim si funksiononte,
pa përjashtim të gjitha ata që neve në ndishin, unë i vura Remi 22 mars, kur fitoj demokracia, me shefa policie, me drejtor policie, të gjitha ata që betoshin, së betoshin, do atriqin zvarë, të gjithë na vinë atakonin, mos u mërzit i lirë, kështu e kështë sistemi, ne ishim detyruar. Kështu që... Justifikimi... Nuk është vetëm justifikim, duke jetuar atë kohën e dinim, ne dinim. Unë kësha shok që e kësha pasur në klasë, ndjes pas nuk jeton të ashtë i shoku im, a ishte policë. Ma ka të trosë. Unë po të isha atje të i kësha vrarta. E doni me shpirt, nuk është shumë njerëz që doni me shpirt. Gjithsesi njerëz si Lame ju ka ndihmuar, ju e thatë gjatë kësaj interviste. Kush? Si Lame që ju erdhi ju lajmëroi që shikoj se do të fillojnë Petit Lame, që ma Lame ka qenë... Po. Kishte edhe njerëz të cilët vran frikën edhe... Shiko, kishte njerëz, këta njerëz që shmuan miqësinë. Jo, unë mbaj mend Petit Lame, Bert Patën, pavarësisht se punonin degë, edhe baballarti ka pasur funksionar të lartë. Po, patën guximin të lajmëronin. Po, jo më ishin shumë liberal. Dhe nuk bën njeriu falës. Ora ishin shumë liberal, ishin miq, më ishin shok. Jetonin me kohën. Okej, do t'i lutem regjist më nxjerr një foto. Ja, jemi në Selanik, Greqi. E di pse, sepse ju thatë që arratiseni në Greqi, por ju kishit ikur në Greqi me herët se sa të binte monumenti pra shtatorja Enver Hoxhës në qytetin e Korçës. E di pse dua të ndalem te ky moment, te ky çast, sepse duket gjëja më ideale për të realizuar një film, për të bërë një skenar filmi. Ndonjëherë ndoshta ca gjëra të pabesueshme do ta bënin edhe më interesant atë film të jetës suaj nëse do të bëjë një film i tillë. E them këtë për shikuesit se nuk është ndonjë gjë e zakonshme të shkosh në Greqi. Po të shkosh në Greqi, duke sfiduar regjimin me një vizë falso, me një vizë të bërë me dorë, që nuk mundi do të, le themi, censura e kohës ata njerëz të cilët i shërbenin regjimit ta kuptonin. Unë kur e kam mësuar, përveç përballë absurdit, kam qenë edhe wow, deri në momentin që ju keni mbritur në Greqi. Po ta mbash mend. Sa përpara rënies së regjimit ishim? Një vit apo 2? Unë kam ikur në 21 tetor të 90-s. Pra keni ikur në 90-ën. Shteti nuk ishte dhënë për diktatura akoma. Viteshin në kufim, viteshin në kufim. Po, ndoshta në kulmin e egërsisë. Ishte koha në 89 të 90-ën, fillovi kjo liberalizimin qik, që vini njerëzit thanë nga Greqia. U pajisën njerëzit dhe me pasaporta. Në Korikë të 90-s fillovi pajisja me pasaporta kush merte. Unë e kam marrë në Korikë, me njerëz thash, do e mora pasaport. Po guximin të shmendur të bësh vizë falë. Shiko, unë kisha favor se më kishin ardhur njerëzit. Tejtoja nga Nausa, nga Selaniku, më kishin ardhur në shtëpi në Korçë, edhe me gjithë solmendjen e kam pasur për në Australi të rritërezët time, tërkon time një gjyshja. Gjyshja time vëtish, në Australi atë kam pasur, baba në Hamas. Dhe ju vinin gjithmonë gjërë nga jashtë. Po. Nëse po flasim për punë e vizës, si më vati mendja, se... Po është guximit tepër, se mendoje, për shiko, të sfidosh diktaturën. Nuk e mendoja ndonjëherë vizën falso. Mua më duket aq absurde ndonjëherë kjo situatë. Po ja, nuk njesh, atëherë nuk njesh viza falso. Si më vati mendja, nuk kisha një kushuri të parë, student në Tiranë ishte për pikturë. Po i kështë duar Flori. Koincidon në shtatori ikën në Stavrizhama në Greqi një muaj, një shoku im. Me vizë një mujore, kështë e marrë dhe kështu si me kopë si greke, jepte filloj ambasada greke, po jepte një mujore për këta turista që këshin vajtur njësit. Edhe them Stavri të kur eri, ndërmi qik vizën i thash, vizën të shikoj, nuk i thash që do bi falso si vizën tënde, po të tërgoj tetos time në Nausa, ti them kështu që e kam marrë, edhe ti interesojnë që të më bëjnë kërkesë të ambasadë që të më dhoni një vizë. Ma i vizën, unë campus, Tiranë, qytet studentit. Dhe i them këti kushuri, i them, ma bëj këtë vizën, i them. Kjo është shpëndorin në fakt. Ma bëj në pasaport. Qarë thua budallek për të? Ure bëjt, aje piktori mi, i thash. Këpëtoj ke për asyshë. Bëj, ma ja u e ke. Ore nuk bëjt, o i rirë, si u bëkan këto këshu, jem me gërma të vogla. Po ishën gërma latine. Ore bëjt, është kësë bëjt, edhe unë po të shpe me sui, bëjt, ti me vizorë me këto si bëjt. Po nuk bëjt, si fundim me merë pasaportën. E realizon. Ikën, unë pres 4 orë kam pritur poshtë në qytet studentit, poshtë se ti rinja tje, ripisja poshtë, deri sa doli pas 4 orës. Thash kur e soli, i kështë fshirë bërë me viza, i kështë fshirë me fshirë, sa ato po dukeshin me syma, kuadrate tëra. Po fare lishëm. Unë nuk e di ku e ke gjetur guximin. Se jo bre fare lishëm, pasaj mbusha mendje. Autoriteteve
e mbusha mendje, policore të një shteti diktatorial. Thash, e mbusha mendje, thash, si do jetë puna, po të më zenë, do t'i them që vajta në ambasadë, që desha që kam teton në Greqi, e doa një vizë të marrë. Ma mori njeri, pasaportën atje, i dhash një 500 lekëshe të do. Dhe u bë. Edhe, ma beri, justifikimi që me ndonë një unë. Dërko kësha frikë, nuk i thash as tim vëllaj, as njeriu. Në shtëpi askush nuk e mori vesh që ishte vizë falsë. As njeri, thash vetë një shoku tim, ndikës, kësha shok të ngushtë, që ta kësha për çdo gjë. Daniela e dinte, njeriu që ju donit dhe që ishte studente. Ma taj prita, ma taj i kam bërë gjitha gjërat. Nëjse, ik në Korçë, lajmëroj baban, teta, kështu të gjitha ta morën vizë reale të sakt. Jo, s'mora vizë saktë. Ju thatë atyre. Ju thash atyre pra... Në asnjë moment nuk gënjyhet që është falsë. Jo. Ata se dinin. Asa, nuk i thash as tetos në Greqi. As tetoja nuk e mori vesh. Jo, vajtëm në degë, nëzorëm lejnë në degë që të vinim në kufi të Kalonja, unë me vizën, kësha marrë vizë, do më përcite babaj, vlaj, dikja, edhe prapë unë më punovi truri histori tragjiko-komike. Një nga të shokët e degës, edhe ai nuk e dinte që kësha vizën falso. Pa e mora të më përcite, që në qëse më zitin, të shpëtonja këte. Nga druri. Nese, vem në doganën greke, në doganën shqiptare, se problemi që doganën shqiptare, që ishte dogana greke. Edhe nuk e arroja të pisë, në të dhe l'oficeri ati, thot, juve do rini këtu i thot tyre, kurse ti më thot, kësha i çantu. Një çantë, se mbet me çantë dhe çantë. Shmarë ca dhurata për në Greqi. Dhe për dhe datë polisit një stek cigare. Jo, kësha 2 steka cigare, kësha për sipër. Po së më randër me të fare më e gjë. Edhe jura brenda, të marrë zhvullë, tha, këtu në kjo, ishte një kapter atje, e ndërkohë të kontrolloj doganieri këto, tha, çfarë ke që të kalosh. Mirë, si ta shej moment, kam hyrë atje, edhe një ambient tjerët, edhe ku shkoj hap një dritë e vogël, një ambazhon, një tavolinë. Edhe një kapter që ishte me një regjistër përpara dhe një ambazhon këtu. Baba thash, e pa ky, ajo dukesh me sy, më e mori vizë falsë. Në momentin që ai e vendos pasaportën e tij që ta shikonte, unë i marrë 2 kuti cigare dhe ja hedhi pasaportë. I them, po që do këto cigare në Greqi, na më merri ti mbaj këtu. Ai nga Afrika, se mendoshë që mund të dhuronte njëri. Po. Çito mos i mori doj futi. Po merri mos çketa që nuk i dua. Po, na si mënyrë. Bëri veprime aty ka fare, vuri, ne regjistrove atje, ma dha mos se pa fare pasaportë. Po autoritetet greke. Po pritash ti. Vet atje tash janë, kishte vetëm ky shoku im, dikja domethënë që a e dinte të vërtetën. Po sa i dinte të vërtetën, këta të tjerët mendonin që unë do më merr lishu do ikja. Ja bëra aty në rregull, i takova, edhe aty më thotë ky komandanti i pikës kufitare. Po ki parasysh dogana shqiptare që 2 kilometra larg. Ece i gjatë më kam. Edhe më tha, dëgjoj tha, do ta mbash pasaportën, do ta mbash këtu, pikok të rrugës, e do rish vetëm në mes të rrugës. Zë kalosh anë, asas majtë, asas zjatër. Që mos gjuani rojë. Që mos shikoni rojë. Në asnjë mënyrë, tha, kështu. Vete. Pasaportë lartë. Dogana greke ishte tetua, kishte dalë me makinë, me gjithë të vlanë, të mprisin. I lija, dite dhe pak shqip tetua. Unë kësha mësuar pa greqisht. Nga filman këtë shikon. E i thash, tetua i thash, ka ardhur babaj, i thash, kosta, është atje, i thash, unë takosh, këshin më ardhur ata ta si shvinë që të shikon. I tha i polisit, thuaj nipi të vitë si vërvullën këtu, të takoj. Mirë, i thashtë të sëri këtu, ti se vetë s'ka që thashtë, kësha frikë se zesha ta mërë të veç të jetë, ishte false. Në momentin që ja polisit grek pasaportën, ishte një ero për grekët. Në momentin që ja polisit pasaportën time, policia e merë pasaportën dhe bleta polisit tjerë. A, deri shpejt, tha, shpejt, shikoni qa ka bërë eroj, tha, për të erë në Greqi, shikoni qa ka bërë. E morë pasaportën, e ngrirë, shikoni, bravo, tako njeri, tako tjetri, mua. Ma vonë vullën, e kupton me njerë. Histori e bukur për sëri. Them doganën shqiptare për sëri pasaj, me teton që takoj këto, të më them. Riktheheni. I ka në Greqi, kundenja 2 muaj, dhe pasaj këtheva. E bukur kjo histori, në fakt. Është e treguar ndonjëherë tjetër, mediatikisht? Jo, era pas. Është ekskluziv për një foftes. Se kam treguar në mediatikisht, por ishte me të vërtetë e bukur, se janë gjërat papritura, që të vinë moment në mend. Kupton, të vinë në moment. Por edhe të guximshme shumë, në fakt. Edhe pasaj lidh me këtë të oficerit që më theshe do të mbash lartë pasaportën, mos ikësh anash, sepse 1 muaj pas ikjes time në Greqi, u vra një miku i në Nikolic me një tjetër.
kështu i vranë, i kapën, i vranë dhe i kapë të gjallë dhe i vranë i kushkatuar. Një kohë që fati u ka përkëdhelur. Një kohë që kështë ndruar dhe ligji. Jo, ma fati s'kishë mbetës u kalova, mora vullën, e kupton. Pikërisht. Po fati, shiko, i kam thënë vlajt pas 2 vite që kam pas 3 vite. Kam ikur me visë. Falës. Po, sa mirë ke bërë që s'me ke thërë. Prindrit e morën vesh në njerë të vërtetën asë vise, nuk e u the asë njerë. Pas 3 vitës, i thash kur... Pas ju vendos... Kur i thash vlajt, po... Demokracia. Jo, më vonë, pas 3 vitës. Shumë më vonë. Kështu. Tejto se mori vesh asë Mami, kur ju keni thënë këtë gjë. Pa pasaj, e ke parasysh, kur ja thash unë, ndodhen më vonë kë buzit e Enverit, dhe gjëra tjera që kjo ju duk shumë e vogël pasaj, u pozicionuan të tjera zhvillime. Këto të folrat, guximrat, thotë me thënë pasaj e rinia është... Unë të falenderoj shumë për këtë rëfim sinqert, nga ngjarjet 20 shkurtit vitit 1991 që të quan në rrëzimin e shtatores e Meroxhës në qytetin e Korçës, por edhe për këtë ikje të parakohshme nga sistemi, duke i lënë pendët puplet thuhet në formë të figurshme me një vizë false. Shiko, Liro, atëre për ne këto ne flistim ma, për vetëm për to flistim. Ati njëri guximshëm si puna jote mund ta bëj. Mirë, shiko. Duke marrë rrezikun dhe vrarë shumë frikra, qoftë edhe e kisha pa guximin, e kam pasur tepruar. Vdekjen që mund t'ja bëhte në çdo moment nga një shtet që nuk të përkëdhelte, diktatorial gjithmonë, por tregonte vendin. Po më kishim fletur fente të dyshin, për flokët e huaja. Flokët e gjata ta shfaqet tuaj, flokët e gjata. Njëri rebel. Po rebel. Ta i shuani rebel, s'bën ndonjë rebelizëm se banim ndonjë flokët e gjatë, ndonjë panallon, me cowboy. Ora rini. Vishu për çefin tent. Çfarë banim ne? Iliriano, të falenderoj shumë për sinqeritetin e kësaj interviste. Edhe unë falenderoj. Ishte kënaqësi. Edhe po e them, gëzuar 20 shkurtin, ta kujtojmë gjithmonë. Po patjetër, duhet kujtuar never more communism, thuhet, kur më për të përsëritur ajo kohë e vështirë, e frikshme, e ndaluar për të gjitha lirit e mundshme njerëzore. Edhe njërë faleminderit. Ju faleminderit ju. Nderuar miq, kemi qenë me Iliriano në një ftesë për këtë të ente. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16, ndërkohë që takimi radhës do të jetë enten tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë më mirë.